qoftë se një i ri ka një ide shumë të mirë, ose të paktën ka një ide dhe beson të ajo që mund të zhvilloj, por nga ana tjetër i vjen dhe një ofertë nga një kompani, për shkak të, po themi, profesionalizmit që ka, ose aftësive, ti çfarë do t'i sugjeroje? Të luftonte fort për iden dhe të punonte për iden, apo të fitonte pak të ardhura dhe kohë duke bërë 1 vit apo 2 vjet punën te kjo kompani, sipas ofertës që i ka ardhur? Ideja është gjëja më bullshit që ne i njohim. Pra, ideja nuk vlen hiç. Ekzekutimi i ides dhe kthimi i ides në një diçka konkrete ka vlerë. Po. Kam qindra ide që i kam aty. Kam disa që kam vite mbi 7-8 vjet dhe vetëm rrin aty. Kam disa ide që s'kan më vlerë tani sepse si kam vënë në zbatim. Fakti që ti ke një ide nuk do të thotë asgjë. A ke dalë ta shesësh atë ide, ke fillu të sakrifikosh për atë ide. Unë në këtë moment unë do isha shko puno te kompania patjetër, merr të ardhura, ruaj mundsi shko bëj 2 punë, krijo ruaj disa para për investimin, fillo zhvilloje idenë tënde sa më shpejt, pra mos e lër në sirtar, dhe në momentin kur ti ka fillu ajo ide të gjeneroj para, dhe pastaj do të ta kuptosh vetë kur është një moment që shkosh all in dhe të shkëputesh. Por deri në momentin që ideja, ti mund të punosh te ideja edhe pasdite, edhe natën. Por këto koncepte dhe këto teori që shikoj dhe dëgjoj shpesh nëpër internet që ti hidhu all in, burn the bridges, burn the boat, digj gjitha dhe hidhu, duken kështu aventura luksoze të njerëzve që nuk e balancojnë rrezikun. Ti në jetë nuk mund të sillesh si një njeri totalisht i papërgjegjshëm dhe të djegësh çdo gjë thjesht pse ke një ide. Ti unë them ti edhe nuk mund të kërkosh para nëse ti ke një ide, është gjëja më gabim. Ti duhet ta bësh atë ide të funksionojë, duhet të mblidhesh me 2 shok, unë do isha nëse është biznesi i parë, fillo me 2 shok, punoni pa para, çojeni deri në një vend, tregoni sa jeni të gatshëm me sakrifiku, tregoni si disa dhëna sa janë të gatshëm tjerë për të paguar dhe pastaj hajde te unë, hajde te dikush tjetër që do të investoj para dhe pastaj mund gjeneroni fonde, nuk është problemi sot fare për gjetë para. Mund gjesh 50.000 euro, 100.000 euro, 1 milion euro, 10 milion euro, i gjen nëse ti e ke testu atë produktin tënd. Në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Ku i gjen këto para? Ne kemi një grup investimi që quhet Smart Investment. Po, patjetër, mund të investojmë deri në 10 milion euro. Patjetër, ideja duhet jetë. Por duhet të jetë ideja që t'ju bindi dhe të jetë realizueshme. E testuar, pra në prizmin që ti nuk e disa vin, kam këtë ide, na duhen 200.000 euro fonde. Po mirë, sa ke cost of client acquisition, sa ke koston e përfitimit të klientit, sa ke ROAS, sa ke element të kthimit, sa ke runway, si do e përshkallëzosh në rajon, çka ke testu, çka ke bërë deri tani. Jo, kam thjesht një ide dhe 2 klienta. Po mirë. Dakor, ti thash dikujt. Pse si investon edhe ti 10.000 euro nga lekët tuaja? Po jo, ku ti gje? Po puno 2 punë, merr ja lek borxh baba e tezës, ashtu po jo s'japin. Po nëse ti nuk sakrifikon që ti vësh gjithë këto njerëzit në rrallë për të investuar te vetja dhe te ideja jote, si mund t'ja kërkosh tjerëve për shkak 200.000 euro?